Fondi Shqiptar i Zhvillimit ka hapur një tender me vlerë 5 milion euro për të rindërtuar fermën didaktike të Valiasit. Projekti parashikon zhderrimin e fermës në një objekt shumë funksional, duke përfshirë ndërtimin e një banke gjenetike, stallave të lopëve dhe dhive, laboratorët për kërkim shkencor, si dhe ndërtimin e një hoteli luksos për qenë dhe macet. Projekti synon të krijojë një hapësirë me përdorim të përzier, ku të integrohen aktivitetet edukative për kurrikulat shkollore, kërkimi dhe zhvillimi, prodhimi i produkteve, duke shërbyer kështu si shembull i tregut të vlerës së për ciklet ekonomike, i cili gjithashtu ofron shërbime në fushën e turizmit me temë agrare, ku në një mikrohapësirë zhvillohet i gjithë cikli i plotë i përdorimit efektiv të burimeve njerëzore dhe territoriale, dhe duke zbatuar edhe strategjinë dhe parimet e zhvillimit rajonal, thuhet në dokumentat e tenderit. Aktualisht firma didaktike eksperimentale në pronësi të Universitetit Bujqësor është në gjendje të degraduar me shumë nga ndërtesat që janë jashtë përdorimit, por me projektin e ri të qeverisë, kjo fermë do të ndryshojë tërësisht. Organizimi i përgjithshëm i fermës do të jetë në të njëjtën hapësirë territoriale siç ndodhet edhe sot. Strukturat e vjetra të betonit do të shemben dhe do të zëvendësohen me struktura të reja metalike, thuhet në dokument. Por çfarë do të përmbajë ferma e re? Sipas projektit, njëra nga godinat do të shërbejë si bankë gjenetike, ku do të ruhen farat e bimëve të ndryshme në kushte optimale, shkruan Kapitali. Porisi në këtë kompleks ferme do të jetë ndërtesa, e cila do të shërbejë si hotel për kafshë shtëpiake dhe qendër veterinare. Fondi i Zhvillimit zbulon se pjesë e hotelit do të jenë dy hapësira për relaksimin e kafshëve, një për mace dhe një tjetër për qen. Këto dy zona kanë në total një hapësirë për rreth 35 metra katror. Gjithashtu në zonën e hotelit janë parashikuar edhe ambientet e stafit si kuzhinë, tualet e të tjerë. Akomodimi i kafshëve është i ndarë në dy zona të veçanta. Zona deluxe, e cila përbëhet nga 6 dhoma individuale për qen dhe 4 dhoma individuale për mace, dhe zona e dytë është ajo standard. Kjo zonë përbëhet nga 24 ambiente të vogla individuale, thuhet në dokumentet e tenderit. Veç bankës gjenetike dhe hotelit të qenve, ferma e re do të përmbajë stalla për lopët, të imtat, si dhe disa laboratorë, ndërkohë që projekti arkitekturor i kompleksit është bërë nga Studio Casanova Hernandez.